Në zonat rurale dominon mosha e tretë dhe më pak të rinj. Situata vëret e njëjtë në shumë fshatra, apo edhe në zona periferike të Vlorës. Edhe në fshatin Kot, ndesh kryesisht moshatar, ndërsa ka shumë pak të rinj. Një pjesë e mirë e të moshuarve i has në zona të ndryshme të fshatit, ndërsa ajo çfarë zgjedhin është një lojë domino mes tyre, apo edhe një kafe në lokalet e fshatit për të kaluar kohën. Si edhe shprehen vet ata për Blu Televizion, Kota, ashtu si shumë zona të tjera rurale, është prekur ndjeshëm nga largimi i të rinjve, të cilët në mungesë një alternative pune apo biznesi në vendlindjen e tyre, tashmë prej kohësh kanë zgjedhur të emigrojnë në një tjetër nga vendet e Europës. Kota është tashmë një tjetër fshat ku mbizotron mosha e tretë, ndërsa e gjatë ditës këta të fundit mundohen të gjejnë diçka mes tyre për të kaluar kohën. Rinia, por dhe mosha e tretë këtu në... E kalon që nuk pyet njeri fare për ta. Ja ashtu e kalon. S'pyet njeri për ta hiç. Me çfarë merret zakonisht këtu? Unë këtu merren kush ka në i lop, në i dele dhe të tjerë të rrim flëgjum, lozëm domino dhe rrim. Ka nikur shumë nga kjo zonë ka... Po ka nikur, unë kam 3 fëmijë të 3 ka nikur në hall tyre dhe unë jam me plakën vetëm këtu. Ja kaq. Ndjet atmosfera e fund vitit. Kujt fund viti? Vitit të ri, Se talle, po ne vit të ri kemi, po të kemi për të ngërën, po s'kemi për të ngërën edhe ato 2 lekë jarëqojnë për vit të ri dhe themi i kaloj vit të ri, herë vit të ri. Si e kaloni ditën? Domino, çfarë bëj? Ditën, unë kam ja 10-15 edhe ja, i kam quar këtje posh. Vi losna i domino. Vete në shtëpi, hueth lopëve, haj edhe ujë edhe rrim e bëjmë se hirë. Shteti nuk na ka në listë fare. Fare s'na ka në listë. Qa do këtë? Se jemi djalla apo jo. Po është një liqeni Arvalasa atje lartë, edhe nuk e bjen dot këtu. Kanali është i bërë, vetëm pastrime, do kanali, e do dhe catë. Çfarë duhet ujë këtij liqeni? Po ujë për vaditur, tokat. Ne kemi tokat, ai ujë është 9 kilometra nga këtu, ka ardhur këtij në shkallë më brëmë, se e kanalit e kështë aty lartë. Edhe se bje njeri, s'duan. Vene hapën tetoren në ndorë, e hapën gjithë vejnë vjosë. Pi dos domino, kaq, për më private s'kam, kam qenë punojnë shteti, pi jam shumë mirë, më dhënë zoti shëndet, Shëndet edhe. jam i knaqur nga shteti, Kjo zona me çfarë merret? kjo zona merret me bujqësi dhe blegtori. Zonë bujqësore ka qenë, zonë bujqësore është. Kam apo i kanë shitur njerëzit gjën e gjallë këto? Ka, që merren, ata që janë kranjom, merren me blegtori dhe bujqësi. Ata që s'kan mundësi, si puna ime, lozën domino. Festat ndihen këtej në zona? Shumë. Ne i frekuentojmë shumë. Festën e Pashkëve, se i kemi gjemë jashtë shtetit, i ndjekëm dhe Pashkët dhe vitin e ri. Dhe festat e Bajramit. Ka të rinj në fshat? Plot. Ka. Plot. Unë kam 3 fëmijë, një jashtë shtetit, 2 kam këtu. Okej. Edhe një fëmijë ka qenë me mua jashtë shtetit, është kthyer këtu, punon në Shqipëri. Është për mrekulli. Me si e kaloni ditën ju? Ja ku e kam servisin, s'ka njeri. E hap derën, los domino. Në drek vete hap buk në shtëpi, vim bazit e prapë. Hap derën. Saldator. Kam qenë në 22 shtator, 69-ës, ka filluar në Vaun e Dejës. Pre andej në Fjerz, pastaj me urat e Tiranës, në fund e erdha, kur në demokraci erdha këtu. Kam pas argon, oksigen, kovaçane të gjitha, tash i ka vetëm saldaturën. Pse s'ka më punë? Më shpjego pak për profesionin tuaj, pse s'ka më punë? Po s'ka kërkesa, s'vi njeri, s'ka kanikur gjithë. E s'ka më njështu, këtu unë dalë për nepës, për jo për të fituar. Dhe se jam mësu me punën? Jam mësu me punë, dua po erë në vinë dhe kanë ardhë, mos të gënjej vetën. Mos gënjej kështu, po dhe vinë na njerë. Rinia është më gjagjitë tua apo? Urdo? Rinia është më apo? Ku ka, unë kam 4 fëmijë, 2 djemë di vajza, një vajzë kam këtu, një vajzë në Itali, 2 djemë në Gjermani. Kam brej par shtëpi 2 kaqe me zanat, se kam punuar gjithmonë salator. Qa ke bërë, më thot një djali vogël, bëj shakave mua. Kam 7 fëmijë, 6 vajza, 1 djalë,
Na, do më thënë, në 10 prim, 2 kem 2 ngellëm. Pse ku i ke? 4 i kam në Tiranë, 2 në... I ke jashtë, janë largur që këtej. 2 kam jashtë, 2 trupat. Kam e Monikën, Monika ptaka ime. Mure vesh. Monikën e një mesë. Gregode, në 10, 2 kem 2 ngellëm. Kam një djallë vetëm të mëroj Samali dhe 6 trupat sarë. Unë jam baros Osmani, në vazhë e Si e vlorës. kalon kohën këtu? Mosha e tretë, si e kalon pardon? Më tregoj pak. Unë? Mosha e tretë, ty edhe mosha të ardhe tu. Si kalon, thua, Po. me domate, me kumëdore, me pension, e dirama na ingridi për pje, jo, do bishi mataj, na i da, jo. Ati bravo i qoftë. Vetëm që ruan që këshuaj. Të gjotani, faleminderit për vizitën, jemi mirë, pensionist jam, kaloj kohë. Edhe unë dhe Monika pension. Po e rriti edhe me fjalë, e kap nusën, e keni në pension? Në pension e kanë. Pension. Sa ju kapi, 100 apo 150? Unë marrë 238.000. Po. Monika merë 210. Bo, jemi. Na ngritë që ka i dirama, në dhe të para. Bujësia dhe blegtoria janë të vetmet mundësi në këtë fshat, për të cilat të rinj shfaqin pak interes, punë e cila ngelet moshës së tretë, e që mbetet ajo që mbizotëron prej vitesh në zonat rurale.